Sot jemi sërish në zonën e plazhit të Durrësit, jemi vetëm një distancë të rreth 300 metra nga deti, jemi tek rrota e kuqe fiks në katrin e 4 me ascensor të një pallati me administrim. Këtu jemi për të njohur me këtë apartamentin i cili është i tipologjisë 1+1 dhe si shikoni vetë investimi nuk ka nevojë për komente. Pjesa e hyrjes, tualeti është komplet investuar nga fillimi. Pjesa e dhomës së ndenjës bashkë me ambientin e gatimit është po ashtu e ndriçuar, e investuar, çdo gjë është e re, e papërdorur më përpara. Pjesa e balkonit është e mbyllur dhe me një orientim nga juglindja, e cila bën të mundur që ky apartament të ketë dritë dhe ndriçim natyral gjatë gjithë ditës, po ashtu edhe dhoma e gjumit ka të njëjtin orientim, e pajisur me të gjitha pajisjet dhe mobilet që i duhen një dhomë gjumi për një jetesë sa më komode. Ky opsion apartamenti disponon dokumentacion të rregullt hipotekor dhe është i gatshëm për shitje. Ka një sipërfaqe të brendshme 56 metra katror dhe shitet për një çmim 115.000 euro i negociueshëm. Për gjithë ju që interesoni për një diçka të tillë të ngjashme në zonën e plazhit, mos hezitoni të vini ta shikoni nga afër dhe të jepni ofertën tuaj. Faleminderit.